qëllimi juaj kush është? Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 3. Unë kam një këtë me 250 km. Do thotë kjo që aty fiton kur ka motorin më fuqishëm? Kam pas një aksident, jam çaj dhe koga. Frenohet me frenat e parme apo në mbrapme? Edhe i kjetë. Unë kam njësë rreth moshës 12 vjeç. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 3 të podcastit ton lidhe me motorat. Sot do flasim për cross për herë të parë. Për këtë arsye jemi këtu te pista e motorave në Surrel me Rejanin dhe me Albionin që janë kampion vendi i parë dhe vendi i dytë në cross në Shqipëri dhe në Kosovë për kategorinë e moshës tyre. Pyetja e parë që kam për ju është sa vjeç jeni? Unë jam 17 dhe Albioni është 16 vjeç. Je 16. Ju jeni vendi i parë dhe vendi i dytë? Po. Në çfarë kampionati? Në motocross, në kategorinë MX3. Kategoria MX3 çfarë është? Është kategoria që i përfaqëson hobin pak a shumë. Janë 3 kategori, që është MX1 kategoria profesionist, MX2 kubikazh 250, edhe MX3 që mund të hysh edhe me 500, me 600, kupton? MX3 është si kategori që mund të futesh me Çdo lloj kubik, po. po. Jo me çdo lloj motori, me kubikazhin. A nuk do thotë kjo që aty fiton kush ka motorin më të fuqishëm? Jo. Apo jo domosdoshmërisht? Jo. Me çfarë motori ishe? Unë kam garuar me motorin që është mbrapa 300 dikosh, këtë me TPI Enduro. Okej, po di? Unë kam një këtë me 250 katërkosh. Domethënë ti me 250 katërkosh, ti me 300. Ku ndryshon dy koshi nga katërkoshi? Të komprimimi i grupit. Ka një raport komplet tjetër. Po dy koshi është me vaj, i hidhet benzina me vaj. Ky e ka modeli i ri e ka që thjesht i hedh vajin edhe e furnizon me benzinë normale. Po Edhe motori Edhe për koshi zinë. si çdo lloj motori tjetër. Vaj hidhet veç. Po vaj veç, Po, benzina benzina veç. veç, veç. Po. Pra ky është ndryshimi. A nuk është dy koshi më i fuqishëm se katërkoshi? Apo katër? Te gazin e parë kam më të fortë. Domethënë ti pas avantazh në motorit. Po, Deri diku. deri diku po. Po është dhe aftësia normalisht. Patjetër që po, edhe motori. Po gjatë garës kishit incidente? Jo, shqyr zoti. Diçka të vogël, një rrezim i vogël, po e mora vetën shpejt edhe e rikuperova. Ishte vështirë të rekuperosh nga aksidenti? Nga rënja, le të themi? Normal që është shumë e vështirë sepse nga vendi i parë dalësh në vend tjetër, të kesh pak distancë, do jetë shumë e vështirë ta rikuperosh provat. Edhe kisha pak vështirë, po duke u mbështetur Zotit. Pra nga vendi i parë u rrëzove, arritën në vend 3 dhe prap kapi vendin e parë. Po. Ti s'pate asnjë incident? Jo, nuk pa dha. Domethënë po vendi i tretë kush ishte? Ishte Shqipërisë? Ishte një shoku Është jam. një shoku jon nga Kosova, Tigran Kurtbova. Se edhe ai është shumë pilot i mirë. Në çfarë moshe? Është moshatar i jon, 15 vjeç më duket, Po ose e me çfarë 16. motori ishte? Me gaz 300 dy kosh, 2025-s. Pas ka qenë pothuajse një ta kategori Po, me ty. Po crossi si sport, është sport i rrezikshëm? Se unë s'ja kam iden, unë jam për herë të parë. Realisht domethënë për herë të parë. Shumë i rrezikshëm. Është një ndër sportet e motorave më të rrezikshëm. Pas ndonjëherë ju dy aksidente, qoftë te pista, Aksidente. qoftë në rrugë. Do i pjesë të vogël në rrugë, jo, domethënë pjesë në një pjesë dhe gjë të vogël, po ndonjë incident të madh. Këto te pista. Thjesht duhet kap me njëri tjetrin, kështu pa dash, mbi fjalë. Edhe ti të njëjtën gjë si. Po, ashtu. Ndonë, S'ke pas po ndonjëherë thjesht në pistë. Të rënd. Kam pas një aksident të rënd, që jam çarë dhe koga për gabimin tim që nuk lidha kokora. U rrëzova dhe kokora jam doli ka koga dhe u çava. Domethënë është shumë e rëndësishme ti vesh kokorën. Patjetër që po. Çfarë ndryshimi kanë kokorat? Afroje pak atë kokorën. Kokoret e crossit ndryshojnë nga kokoret që ne mbajmë për motora sportiv. Pse përdoren to kokoret për cross? Dhe nuk përdoren ato që përdorim ne. Jam këtë pjesën e stres, të aerodinamikës, të rahatis në kokë. Domethënë këto janë Syze, kokore, syzet janë veç dhe Po, kokore veç. syret dalin direkt këtu. Edhe i ke veç. Të ndihmojnë ndoshta për balë që ti heqësh Po. pastrosh më kollaj? Po patjetër që po. Se nëse je me kokoret pjesë, pse do të heqësh? Nga motocrossi edhe i vendos edhe qese,
që ti thjesht e largon qesin kështu edhe pastrohet gjokin. Domethënë këto dy pikat këtu? Jo, këto po syzet e crossit. Janë disa modele tjera. Janë disa modele që i përdor edhe. Kanë Ja, qese, hiq po, qese dhe patjetër. pastrohet direkt. Po direkt. Sa herë që bëhet pjesë hiq qese. Po, thjesht e ke shumë gollaj ti, sta hec tek e pastron. E një do logjik që përdoret dhe MotoGP, domethënë që mos ketë pa pastërti ose në rally. Të Po. thjesht hiq atë pjesën. Po prindërit ju thonë herë lejni motorra s'kesh doni apo ju kanë sjellë vetë prindërit që të merreni me Në thënë drejtën, më kanë sjellë vetë, më kanë suportu. S'është më kanë thënë më lënë si sport. Thjesht që të kem kujdes. çfarë moshe ke filluar. Unë kam nisë rreth moshës 12 vjeç, domethënë tamam për këtë sport. Po më parë ke pas motor para dy moshë. Motor s'kam pas, po e kishe qef. po e kam pas qef. Po ti. Unë suportin tim më të madh e kam pas nga Xhaxhi, që është Eriu Stufa. Kur kam qenë i vogël nga bler motorin tim parë dhe është marrë me mua, më ka stërvit. Pas e pas profesorin më të mirë. Po. Prandaj edhe dilke i parë më duket. Po. Okej. Po motorat më të mirë që keni pas kush janë që keni provu se për të pas ndoshta jeni edhe një moshë ndoshta nuk i keni akoma do kushtet për bler motorat mirë siç i doni vet. Na i mësojnë familja, Xhaxhi, babi, i kemi pas. Thoni po, keni çfarë po, po. doni e keni gratis. Thjesht dilni të parë. Bravo. Po rival fort, që ke rival më të fort? Ke Albionit apo dikë tjetër që e konsideroj rival më të fort? Rival më fort, janë 3 djem që i kam një lloj rival fort. Dhe i konsideron gjithë. Po që i pres të 3, edhe ato po të njëjtën mendim kam besoj. Edhe ti besoj? Po, Po. njëjtit. Real kam- edhe Kam Albionin, është çuni Xhaxhi tim që është moshatar me ne, Erni Tufa, që garon në motocross. Kemi edhe shokun ton Tristan Elbasani. Që edhe ai, të tre jeni rival domethënë kush do dalë i pari. Po. Edhe ti besoj? Po. Një dajgjoj. Ernin, ju që keni 4, jo 3. 3 kam rival unë. Ti dhe 3 tjerë, është e drejtë. Po shok ose shoku që merrnin motor? Jo, sepse i përdori motorët vetëm në pistë. Vetëm për vitet pistë, unë, nuk, më jo, tha. nuk është për dalë në rrugë më për. Është vetëm për pistë. Kjo është edhe për enduro, vetëm në enduro që mund dalim në mal. Domethënë si motor janë për gjitha anët, enduro është dhe për pistë dhe për mal. Po çfarë ndryshimi ka enduro nga crossi? Crossi është motor thjesht për pistë. Nuk vetëm bën për për asgjë tjetër, po, është motor thjesht për pistë. Full crossi, se ndahet, është full cross. E ka gazin, e ka më të shpejt edhe më agresiv. Përgjigjet më shpejt. Po, përgjigjet më shpejt dhe është shumë më i shpejt, se që se janë të dy 450 vjeça, enduro dhe full cross, duhet ketë diku ke 7 kuaj më shumë. Crossi. Po, Po crossi nuk përdoret për mal? jo. Pse? Janë shumë të sertë, janë dhe të Janë sertë në edhe- amortizim. Crossi është më orë pune, po enduro? Me orë punë janë të dy. të Thjesht dy. crossi është më i sertë në amortizim. Crossi nxefet. Nxefet dhe do ta djegë grupin, kurse enduro nuk nxefet se ka ventilatorët që full crossi nuk i ka. Po- Raportin e marshëve i ka shumë të gjata, E kuptoj. kanë shumë ndryshim. Edhe amortizimi që e ka shumë ndryshim. Po për enduro kush janë motora? Janë vetëm KTM-ja dhe Husqvarna? Gaz. Edhe gaz. Preferuarit ta. Për cross pastaj kemi CRF, kemi disa modele tjera. Sorry. Yamaha. KTM, Yamaha, Husqvarna. Crosset përdoren edhe për pistë apo jo për motarda, i ndryshojnë gomat. Po, Dhe ka do- 250 që shkruan po. Supermoto. Po. ndryshojnë gomat, frenat, ferrotat, gjitha që. Po si fillestar, kur vjen dikush këtu për herë të parë te pista në Sorrel, siç jam unë, se unë s'kam hyrë ndonjëherë cross. Është hera e parë, as në enduro. Çfarë duhet kem parasysh unë për herë të parë, domethënë? Do ndryshon nga motori rrugës, kjo është ideja. Nga motori rrugës ndryshon edhe rrëshqitja e gomave, sepse motori rrëshqet në kthesa këtu shumë. Je gjatë gjithë kohës duke rrëshqitur, edhe duhet të marrësh në kontroll edhe pjesa e ramsave që janë gungat. Po si fillim për një fillestar do sugjerohet një motor me kubikazh të vogël. Kush është kubikazhi i vogël për cross? 250? 125. 125 ose 250. Ka edhe 125 cross? Po, ka. Janë dy kosh, po domethënë motor për fillestar duhen 4 kosh. Që më thonë se dy kosh i ka të gazin e parë, përgjigjet shumë shpejt. Edhe ndoshta trem kur je Po, të fillestar. trem. E morë vesh. Është motor më profesional. Po besoj se crossin ndihmon edhe për nëse ngjet super sport, edhe del në rrugë, janë thuar me pjesën e rreshqitjes, ndoshta ndihmon. Një pilot që i jep në motocross, ditë japi edhe superbike, supermoto, Çdo andëm. në çdo lloj sporti, lidhe me motorët i jep. Se unë di që Rossi për shembull ka një pistë crossi, edhe bën praktik në cross, që kur dalin në rrugë ta ketë mësuar edhe pjesën ku lëviz motori, ku spostohet goma,
Kjo besoj se është ajo njohuria që t'jep crossin krahasim me supersportin. ndryshon. Po patjetër se një pilot i supersportit kur të rishkasi goma është më i trembur, edhe ti që je mësuar do mundosh ta Mund ta sjellësh ruash. prap. A kushton shumë të merreni me cross? Drejtën nuk di gjë se mi pagu xhaxhi dhe babi. Po ti? Mu me pagu babë. S'ja keni ide domethënë, çfarë do ndodh Hiç. për cross? A ka Shqipëria kurshe për cross? Po momentalisht kemi pistën e Surrelit që jemi këtu tani. Ka diku të rreth 8 muaj që është hapur, që është pista e rregulluar, pista është kryer nga Vint Roxi, një pilot i crossit shumë i mirë. Ka kushtet, dhomën e ndrimit, që ti vjen me motor e parkon motorin këtu, edhe largohesh, vjen prap nesër, ke kafen, tualetin, çdo kusht. Po nëse vjen dikush i papërgatit me cross, a ka cross tu që jepet me qera? Për momentin janë vetëm disa 4 gomsha 250, po për pak kohë do marrin edhe cross. Po me veshje, qera. ka këtu veshje që mund i marrësh me qera apo duhet vizë Jo. secili me veshjet e veta? Ne kur vim me motorat tonë edhe me veshjet tona. Për sa të futen motocrossa do ketë edhe veshje edhe motocross. Po ju i jepni 4 gomsha apo vetëm crossa? Vetëm crosse, vetëm servite. Edhe ti? Po edhe unë, Katër sepse gomsha ato nuk e 4 ka gomshat, ato 4 gomshat janë për fillestar, nuk janë nga ato 4 gomshat e crossit. Domethënë nëse vjen dikush duhet mësoj fillim me 4 gomsha, sa të mësoj pak. Jo, po postime për dhe- momentin thjesht ka 4 gomsh. Okej. Sa të futen crossat. Po qëllimi juaj kush është? Çfarë doni të arrini në të ardhmen? Në të ardhmen, se di, duhet dalim kampion normal, po synimi është Europa. Doni të keni qejf të kaloni në Po, Europë? patjetër. Edhe unë dhe Albioni duhem dalim në Europë. Servite mi sa më shumë dhe me garu në Europë. Qa kategorish ka Europa që doni të kaloni? Me kategori me X1, domethënë. Kategoria parë domethënë. Po, kategoria më profesionale. Ku bën zakonisht gara që bën në Europë? Qa vendesh bën? Itali, që është Italia mbahet për motocross, ka shumë vende tjera, se çdo vend i Europës ka motocross. Po nëse do jepni një këshill për dikë që do ta provoj crossin për herë të parë, kush do ishte këshilla jote dhe pastaj të marrim edhe këshillën e Albionit? Për motocross duhet jesh shumë i rregullt, shumë i disiplinuar. Si fillim duhet blej veshjet. Para se blej motorin, se ka shumë njerëz që blejnë motorin edhe nuk i blejnë veshjet. Si fillim duhet blej veshjet, pastaj blej një motor për fillestar dhe pastaj blej një motor për profesionist. Edhe duke stërvitur me disiplinë. Duke ardhur me rregull dhe duke larguar me rregull. Se gjatë stërvitjes nuk mund t'japësh 100%. Duhet ecësh gjithmonë me 70%, 50%. Sepse ti s'ke pse rrezikon gjatë stërvitjes. Domethënë maksimumin duhet ta ruajmë për garë thuat. Po. Po këshilla jote? për një këshilla ime, fillestar që vjen pjesa për e parë do të jetë gjithmonë disiplina, veshjet e duhura, motori i dur. Se ka shumë njerëz ditë sotme që i blejnë motore, po s'din t'i përdorin e majnë nëpër rrugë, për lagj, dalin me shapka. Ky motor do veshje, edhe duke bërë servite. Ky ishte episodi jonë i sotëm i podcastit ton, ku folëm për crossa. Tani do shohim një pjesë praktike ku unë personalisht do provoj crossin për herë të parë dhe do mësojnë çunat. Një pjesë e mirë shqiptarëve e kanë atë egon shumë të lartë që të mësojnë nga më të vegjëlit. Unë për vete nuk e kam, kështu që do mësoj nga Rejani dhe nga Albioni. Vazhdojmë videon në praktik. Tani do shohim një pjesë praktike ku unë realisht nuk kam hyrë ndonjëherë në cross, është hera e parë. Edhe Rejani do më shpjegoj se çfarë motori është, do më prezantoj si fillim motorin. Pastaj unë do e provoj një xhiro për herë të parë. Ky është motor i llojit Enduro, këtë me 302 kohësh, TPI, i vitit 2018. Tani nëse unë i hipi për herë të parë këtij motori, se ky është goxha më i lartë nga ato që jam mësuar unë. Po. Po, ku e ka çesin ky? Ky është, nuk ka çelës, ky është motor vetëm me Mazamot, edhe motorin që ka ky si model i ri. Që ende Modelet më të vjetra janë vetëm me këtë. e kenë marrë. Tani, çfarë duhet di tjetër për këtë motorin unë? Para se ta ngas. Çfarë opsionesh ka këtu? Opsionet ka dritën e ka këtu lart, për ndezjen folëm, ka dhe map 1, map 2 që nuk nevojiten shumë për t'i luajtur në çdo nisje. Map 1 që përdoret zakonisht për stabilitet motorit që t'jetë më i qetë, kurse map 2 që është gaz më agresiv dhe më i shpejt. Domethënë kur e kalon map 2 shtërhiq më shumë motori.
Po, i ndryshon pak ajo, po ajo pak ndryshon shumë Është stabilizitetin. siç kanë motora sportiv power, low, medium dhe high, e Po. njëjta gjë edhe me këto. Fiks një gjë. Po për sa i përket frenimit, me qa frenohet, me frenat e parme apo në mbrapsmen? Me të dyja, i përdorim të dyja. Zakonisht në kthesa përdorim vetëm mbrapsmen ose edhe parmen kur i hym gusht. Varet, se motocrossi ka tip muresh që i mbështetesh, edhe kur i shkon frenon me të mbrapsmen s'poston edhe mbështetet goma mbrapsmen, kap grip edhe i jep gaz pastaj. Edhe përdoret vetëm frena mbrapsmen. Pastaj në vija varet. Pra ndryshe nga sportivet që përdoren më shumë di gati 100% vetëm frenat e parme, këtu përdoren edhe në Të mbrapsmen. dyja. Po për sa i përket amortizimit, ç'a amortizimi kanë këto? Ky e ka amortizimi shumë but, sepse është enduro. Kurse full crossi është më i sertë edhe më i fortë, që përdoret për pista dhe për gunga shumë ndaja. Po për gungat vogla përshtatet shumë mirë enduro. Po ato mbrojtëset që ka amortizatori aty. Këto janë mbrojtëset janë leck që i vetë për rrjedhjen, që mos ketë edhe pluar amortizatori, Që mos futen pluar amortizator. Pastaj ka ekstra shumë ekstra marmides, ka pagu i grupit ekstra aty që mos gërvishet pjesa Se këto janë mbrapa. motora që vetëm bind besoj edhe Po. duhen mbrojtësen Ka çdo gjë ekstra. Tani nëse unë nis për herë të parë këtë, është e njëjta logjik me motorat e tjerë. Fikse një logjik. Domethënë Po unë thjesht mbaj freksionin shtyp e ndes. parin poshtë, marrësh e tjera lart. Okej. Ja ta provojmë xhiro për herë të parë. Po marr kokore edhe veshje se xhiro të vogël do bëj. Okej, kjo ishte xhiro ime për herë të parë. Normalisht nuk kam çfarë t'rregoj më shumë do lej t'rregoj çunat, ku do bëj një garë së bashku, do kemi edhe disa pamje me dron, dhe ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund. Thunder rumbles distant, dark clouds loom. Steel clashes, twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. A battlefield where legends birth. Never back down, never earth. Blood stains ground, but we won't yield. Against odds, rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face comings wide. Our destinies stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. Battle rages will never yield. March to light, spirit seal. Chaos world, we carve our name on history's walls through fame's flame. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face come and fight. Our destinies stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand.